Edhe sikur ajri i pastër të vinte vetëm nga Serbia dhe jeta ime të ishte varur prej tij, të isha shqiptare nuk do ta blija. Do të më dukej përbuzje ndaj të gjitha viktimave. Çdo produkt të kontaminohen, kancerogen, dhe vazhdojnë shqiptarë zit me ble mallin e Serbisë fashiste dhe çdo ditë më çu milionat në Beogradin fashist. Që 26 vjet unë i kam 4 fëmijë të vromë. Unë asnjë dokument zyrtar nuk më me nxjerr, më dash dikun me dokumentuesi. Unë i kam 4 fëmijë të vromë, nuk më me marr një dokument zyrtar të shtetit me prezentu dikun. Unë i kam do esh, nasi nuk e ditë kujna e i kom të bu me durt mija. I kom shtin thes, edhe i kom qu, i kom shef. Unë të qata që i lula, po nuk e ditë cilo është i fëmis tem. Atëherë, faleminderit për prezencën tuaj, Klan Kosovës, TV Klan Kosovës, edhe gazetës Demos. Faleminderit Amantina për prezencën tënde, për interesimin tënd, për të ardhur me përcjell këtë konferencë për media, e cila shkon në funksion të mos harresës së kujtesës historike, përkatësisht në shenjë të ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, që është 20 nëntari. Ne me dhimbje të madhe do t'i kujtojmë dhe rikujtojmë vrasjet, barbaritë dhe mizorit e ushtrisë dhe policisë barbare serbe mbi popullatën civile në përgjithësi e atë mbi fëmijët në veçanti. I tërë opinioni shqiptar, mbar kombëtar, por edhe miq dhe armiqtan e din fort mirë sepse janë informuar me vite e vite, sidomos me 1 qershor ditën botërore të fëmijëve dhe me 20 nëntor ditën botërore të drejtave të fëmijëve, gjithmonë ne idealistat, luftëtarët e lirisë, bashkëveprimtarë dhe bashkëmentimtarët e mi, disa prej cilëve janë prezent edhe këtu, është prezent edhe Fadil Muçolli, njëri prej familjeve më të martirizuara të Republikës së Kosovës Dardane, i cili në fund luftën e shekullit 20, përkatësisht në vitin 1998-99, i ka të vrarë hiç më pak se 54 anëtar të familjes, në mesin e tyre 25 fëmijë. Këtu afër kam edhe bashkëpunëtorin tim dhe bashkëveprimtarin tim, kushtimisht po them të përjetshëm, sepse misioni im dhe i Esatit dhe i shumë bashkëveprimtarët mi është me qitë ndrit gjakun e derdhur lom të djemve dhe vajzave tonë, të nënëve dhe baballarëve tonë, që janë vetë liria. Pra sot kemi ardhur ta kujtojmë dhe rikujtojmë atë numër tragjike që është 1432 fëmijë të vramë shqiptar, viktima të gjenocidit shtetëror të Serbisë fashiste gjatë periudhës së viteve 1980-1999. E kam përsërit çdo datë, domethënë çdo 1 qershor dhe çdo 20 nëntor, që vetëm në luftën e fundit në 1998-99 janë vrarë 1392 fëmijë nga ushtria dhe policia barbare fashiste serbe. Ndërkaq, edhe në periudhën e viteve 1981-1997 janë vrarë hiç më pak se 40 fëmijë, që bëjnë 1432. Edhe kjo shifër nuk është e saktë, 99.9% po, por ka edhe më shumë, sepse institucionet tona, spaku deri më sot që 26 vite rresht, absolut nuk e kanë treguar interesimin më të vogël për ta qitë në dritë qoftë edhe shifrën e vërtetë të vrasjes së këtyre fëmijëve engjëj, të cilët thash janë vetë liria jonë. Unë shpreh edhe ndinjatën time të thellë bashkë me bashkëveprimtarët e mi, edhe për mos kujdesin institucional që 26 vite rresht për mos ngritjen qoftë të një shenje të kujtesës historike për 1432 fëmijë shqiptar viktima të gjenocidit shtetëror të Serbisë fashiste, edhe më konkretisht për mos ngritjen e obeliskut, i cili është para pa me dekada të ngritet përballë aeroportit ndërkombëtar Ademjashari në shenjë kujtimi dhe respektit përjetshëm për vrasjen e këtyre fëmijëve që janë vetë liria. Për fat keq deri më sot, çdo kërkesë jone ka has në vesh të shurdhur, gjitha qeverit një pas njëshme deri më tash kanë premtuar për ngritjen e kompleksit memorial përkatësisht obeliskut për vrasjen e këtyre fëmijëve, por asnjëra prej qeverive tona të deri tashme as kujdesin minimal nuk e ka pas me mbajt premtimin për ngritjen e këtij obelisku. Prandaj ne kemi ardhur thjesht në shenjë respektit përjetshëm për këta fëmijë, thjesht ta shprehim mllefin dhe indinjatën tonë të thellë, si është e mundur të harrohen 15% e të gjithë të vrarëve civil luftën e fundit që vetëm
vetëm fëmijë thashë janë më shumë se 15%. Si është e mundur të harrohet gjithë ky fëmijë dhe të mos ju ngritet që 26 vite rresht asnjë shenjë kujtesë historike, asnjë shtatore, asnjë bust, asnjë përmendore, asnjë obelisk, asnjë kompleks memorial. Dhe prandaj nuk është për tu habitur që s'kemi as shtet as pushtet, sepse definitivisht është shkel gjaku fëmijëve tanë dhe prandaj aty ku shkelet gjaku i fëmijëve tanë, që janë vetë liria, aty nuk ka që thot populli bereqet. Aty ka mallkim, na ka mallku ky gjak i derdhur lum, kështu që uroj që tash të utje të bëjmë shtet, të bëjmë pushtet, të bëjmë qeveri si duhet dhe ta kenë kujdesin bile minimal ndaj atyre kategorive të shenjta të lirisë së kombit tonë që janë familjet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë. Edhe një herë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe uroj që ky mesazh, kjo kërkesë, kjo porosie jona të has më në fund jo në vesh të shurdhur, por thjesht të ketë mirë kuptim kjo kërkesë dhe ky kujdesi joni i vazhdueshëm në qeverinë tonë të ardhshme, të cilës edhe sot e kësaj dite nuk po i dihet data e konstituimit të saj. Në cilin vend po kërkon edhe pse pikërisht ai vend me qenë obelisk? E nderuar Amantina, unë disa herë kam thënë që vendi më i preferueshëm për ngritjen e obeliskut për 1432 fëmijë tanë vrarë Engjëj është pikërisht vendi përballë aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Është një vend 1 hektar tokë të cilën ne ka fal komuna e Lipjanit dhe prandaj personalisht i falenderojmë siç ju kam falenderuar shumë herë edhe kryetarit aktual dhe kryetarit më parshëm, zotit Imre Ahmeti, i cili thjesht ne ka dhuruar atë tokë që është në emër të komunës e Lipjanit për ta ngritur këtë obelisk, kështu që asnjë problem, asnjë pengesë nuk është dashur me pas për me u ngrit kjo obelisk, por ja që po ndodhin edhe këto pengesa absurde, të cilat definitivisht janë të paspjegueshme dhe të pajustifikueshme. Unë çdo vit e kam thënë dhe filloj në fakt edhe e ri përsëris, edhe këtë shqetësim timin, edhe jam plotësisht në dakord me konstatimin tuaj që këtu në këtë sallë është dashur mos më i zanë salla, spaku përfaqësuesit e antarëve të familjeve të martirizuara të 1432 fëmijëve të vrarë. Nuk ka asnjë justifikim, asnjë arsyetim mos prezenca e tyre, qoftë edhe fizike, sepse ata fort mirë dinë që 1 qershori, dita botërore e fëmijëve dhe 20 nëntori, dita botërore e të drejtave të fëmijëve, janë data të veçanta për shqiptarët në përgjithësi e për fëmijët tanë Engjëj në veçanti. Sepse mos kujdesi edhe institucional, edhe mos kujdesi i mjaftueshëm familjar, që të mos e ngritim në nivele edhe qeveritare, edhe shtetërore, edhe institucionale, këtë shifër tragjike të vrasjes së gjithë këtyre fëmijëve, jep me nënkuptuar që shqiptarët edhe më tutje vazhdojnë ta kenë kushtimisht po them defekt gjenetik harresën e kujtesës historike. Bile e ka marrë me veti kjo dhe këtë thënien e një mikes së shqiptarëve, ish senatores belge, Ana Marie Lizin, e cila definitivisht duke i pa shqiptarët që e kanë harruar gjithë atë gjak të derdhur lum dhe as një shenjë kujtesë historike nuk u ka ngrit 1432 fëmijëve tanë vrarë, zemër plasur publikisht e ka thënë. Edhe sikur ajri i pastër të vinte vetëm nga Serbia dhe jeta ime të ishte varur prej tij, të isha shqiptare nuk do ta blija. Do të më dukej përbuzje ndaj të gjitha viktimave. Kështu që me këtë rast unë do ta përsërisja edhe një kritik të para 100 vitesh të një mikut të shqiptarëve, austriakut me përjardhje hebreje, i cili definitivisht në librin e tij Golgota shqiptare e pa të thënë shkurt, shqiptarët e kanë kujtesën shumë të shkurtër. Ashtë shkurtër, sa që për një kohë të shpejt, për një kohë të shkurtër, gjellatet e tyre, armiqtë e tyre i bëjnë miq. Fatkeqësisht kjo ndodhi edhe në luftën e fundit gjenocidale në Kosovë, nuk ka shembull në historinë botërore që një popull kaq i përgjakur, 5 herë ka përsërit gjenocidi për 150 vjet, pa fije turpi, pa fije marrë,
pa fije ndërgjegje të vazhdoj të ushqej armikun e vetë barbar me dorë të veta. Dhe ju e dini nderuar Amantina, na që 26 vite rresht, sidomos unë dhe Satshale, i bëjmë këtë thirrje popullit ton, kudo që është nëpër botë, që të kenë kujdes mos të ushqejnë armikun ton barbar sa i të vret, çdo ditë, çdo natë, çdo vjet, çdo muaj, sepse ta shet çdo produkt të kontaminohen, kancerogjen. Dhe vazhdojnë shqiptar zit me ble mallin e Serbisë fashiste dhe çdo ditë më aqu milionat në Beogradin fashist dhe në këtë mënyrë me duart tona, me djersën tonë, me gjakun ton ta bëjmë kushtimisht po them Izrael Ballkanit Serbin fashiste. Pse? Sepse me parat tona, me milionat tona, që edhe sot e kësaj dite kur po flas në këtë konferencë për media, sot e kësaj dite jam i bindur, miliona çdo ditë ja çojnë shqiptar zit para thata Serbisë fashiste në Beograd dhe me ata milione Serbia e shifni është bërë faktor numër 1 ekonomik dhe ushtarak në Ballkan. Dhe kjo nuk falet me asnjë kusht. Dhe këtë papërgjegjësi dhe këtë nivel të dopt, të ulët të vedijes kombëtare, vazhdojmë ta kemi ashtë pa spjegueshme, ashtë pa arsyetueshme, saqë nuk kam koment, nuk kam fjalë. Shkurt edhe shqip, ne jemi ata që çdo ditë e ushqejmë armikun tonë me duart tona, pa u friguar që do të na mallkoj gjaku i këtyre fëmijëve që janë hiç më pak se 1432. Këtu ka 25 fëmijë të vramë. Familja Berisha e Soarekës nga 49 vramë ka 19 fëmijë. Familja Deliu e Abrisi ka 10 fëmijë të vramë. Familja Vejsa Gjakovës i ka 5-6 fëmijë të vramë. Familja Gashi Prishtinës 5-6 fëmijë të vramë. Familja Gërgjaliu e studimit së Voshtrës i ka 8 fëmijë të vramë. Në mesin e 13 anëtarëve të vramë me nanë, me babë, me gjysh, me gjyshe janë 8 fëmijë. Domethënë bile është ajo shtëpi, domethënë është fare e zhdukun dhe nuk ka mbet asnjë gjallë. Dhe duke i pas parasysh veç fëmijë të këtyre familjeve, 5-6 familjeve të vramë, është dashur që shqiptarët spaku në këto data, në këto përvjetor, të ngriten dhe ta shprehen shqetësimin e tyre, dhimbjen e tyre, të parezistueshme, sepse edhe më tutje plagët e tona vazhdojnë të kullojnë gjak. E nderuara Amantina, sot e kësaj dite janë hiç më pak se 1670 shqiptar të zhdukur. Në krye me të madhe nuk Hati, Xhavit Hazirin e plot intelektual të tjerë. Në mesin e 1670 shqiptarëve të zhdukur, sot e kësaj dite janë më shumë se 150 fëmijë. Dhe shumë herë kam thonë dhe vazhdoj ta them me dhimbje të madhe, është e çuditshme. Qindra televizione, qindra radio, qindra media, portale i kemi dhe asnjëra prej tyre që 26 vite nuk ndodhi qoftë një turist rrumbullak, një debat, analistët ton, opinionistët ton që janë me qindra të mos them edhe me mira, çdo natë e çmenën këtë popull me tema politike, një herë nuk e kanë ngritë shqetësimin dhe me bë temë diskutimi, debat vrasjen e 1432 fëmijëve tanë të vrarë. Dhe prandaj mos çuditemi fare që po na përsëritet historia. Mos çuditemi fare që nuk po mujmë me bë shtet që duhet dhe që nuk po mujmë qoftë me konstituo edhe një qeveri të vetme. Unë jam Fadil Muqulli, vin nga fshati Poklek i vjetër. Jam përfaqësuesi i familjes Muqulli, ku ka ndodhur një masakër, me thonë një holokaust. U hap tema pse nuk ka prind të fëmijëve të vramë. Prind nuk janë fajtuar, prind si harrojnë, po prind janë zhgënjym me trajtimin e fëmijëve të vramë. Pse thajmë zhgënjym? Që 26 vjet nuk kem numër të fëmijëve të vramë zyrtar nga shteti. Që 26 vjet nuk kem një muze shtetëror për fëmijë të vramë, ose për periudhë të luftës. Që 26 vjet unë i kam 4 fëmijë të vramë. Unë asnjë dokument zyrtar nuk më nxjerr, më dash dikun me dokumentuesi. Unë i kam 4 fëmijë të vramë, nuk mëj me marrë një dokument zyrtar të shtetit
me prezentu dikun. Për këta janë prind, janë familjarët zhgënjym, sepse ata po e shohin, e kanë kuptu, janë binë si thirrjet e tyne po shkojnë vesh të shërdhërt. Nuk pi trajto kërkush. Jo që pi trajtën, po pike që trajtën prind që këven. Unë jam prind vetë, që 26 vite, unë shpinë ku ka ndodhur masakra e këmë ru vetë. Jem kujdes vetë. Në atë vend, për mua nuk më dohet ai vend. Po i dohet që ti shteti. Me prezentu, me argumentu, me faktu se diçka ka ndodhur. Flas si prind. Prindin nuk e arran, prindin nuk zhgënjihet. Prindi shen në shenjen e revoltës, që shkojnë thirrjet e tina në vesh të shërdhërt. Kjo është ai rezultati i bojkotimeve, çdo tubimi, çdo debati, sepse ai është i bindën që nuk ka kurgjë prej asoj pune që thirret nga dikush. Mu vje shumë keq. Kur vi, edhe shkoj një simpozion, një mbledhje, një takim, edhe nuk shoh familjar. Unë vje shumë keq kur ka kaq pak njerëz. Se po bëhet fjalë për 1300 fëmijë të vramë. 1432. 1392 vesh në fundit. Po, 1392. Unë jem të jeni shumë keq. Se kjo tregon sot që nuk po interesa kërkuj çka ka ndodhur më herët. Nuk po interesa kërkuj si çta fëmijë nuk janë sot. Për vetëm arsye, veç pse kanë fol shqip. Kjo për një prind është më shumë se vrasje. Për këta hezitojnë prind, për këta hezitojnë familjarët, për këta hezitojnë gjithë ata që kanë pas vrasje të fëmijëve. Edhe një term shumë shpesh përmendet, i kanë humbë fëmijët, nuk i kemi humbë fëmijët. Na i kanë vrarë, na i kanë masakru, edhe dihet kush. Edhe termin zhdukur, nuk janë zhdukur. Na nuk kem njerëz të zhdukur. Na kem njerëz të vram, të masakrum, kidnapum nga një shtet si ka emën. Për çfarë arsye quhen zhdukur? Zhdukur, unë e di, kur zhduket diçka si nuk e di kërkush ku ka mbet. Se ka po kërkush, s'dihet kush e ka marrë, s'dihet ka shku. Kur na i kem këtë faktet, edhe prapë thujmë zhdukur. Si në media, si në institucione shtetërore, si në çdo të bëjmë si bëhet, fjala e zhdukur. Nuk do të më ekzistu. Se nuk janë zhdukur, dihet ku janë. Janë të pagjetur, shumë ki drejtë. Edhe të pagjetur shumë se dihet ku janë, pra prov. I ka marrë shteti serb, i ka qenë Serbi, ata dihet janë Serbi. Pse nuk thuhet shol shqip, me marrë vesh njerëz. Jenë vra, jenë masakru, jenë zhvarrës, jenë ngarku në kamien, jenë qenë Serbi. Edhe na si familjarë dhe ajsin, unë i kam do eshna si nuk e ditë kujna jenë, i kom të bu me durët mija. I kom shtin thes, edhe i kom qu, i kom shef. Kom të qata që i lula, po nuk e ditë si do, ashtë i fëmis tem. Po në i kam qata eshna. Po familjarë që nuk i kanë, ata e din shumë mirë, se e ka po, ty e ngarku në kamien e ty e qunë Serbi. A i nihet edhe i heri vram nëse i thunë i zhdukur. Kur e din adresën.
Shumë ki drejt, thotë. Mu, këtu gjdo organizim, gjdo të bim, gjdo rikujtim, jam shumë me dëshirë marrë pjesë, por jam thot drejten, po shgënjejna kur po marrë pjesë. Nuk është teme vogël, na e kena pas deri nish, u konë shqiptarë. A ne i kanë ndjek fshatrat, si në po klek. Na nuk kem asë një dokument që e kanë shkru shqiptarët për qatë ku. Na të bujmë dhona në për arhiva të shteteve tjera që i kanë shkru për qëllë vetin, e si pas dëshirës ty. Atëherë nuk kemi pas mundësi, s'kemi pas njerëz, s'kemi pas kodra, pasad që 26 vjetë, pse mos mu dokumentu, pse mos mu argumentu nga institucionet tona shtetënore, në mënyrë institucionale. Për neve familjarë, flasë personalisht, mund kjo më vret ma shumë se aja që e ka mo Serbia në Kosovë. Se na pe hupëm, krejtat gjak, krejtat a njerëz, që nuk e dokumentuin vetë. Kur ka kodra, ka institucionës janë të thirura veç për këtë punë, edhe nuk bëhet. Për që ka me orë prind, kësi përkujtimesh, më shgënjy hala ma shumë. Pol media, masakra për klikut, edhe shumë masakra tjera, i kanë informu njerëz. Janë ndryshu. Po ju shfrytëzoni se është probleme për të mirë, se Krejtë në regull, unë i falenderoj gjitha mediat që ka e në Kosovë. Edhe falë, e sa të sholës. E dhe një që i ka masakër se njën ma të mërshet mërshme. U bon edhe nuk e din kërkush. Po. Unë e fatkeqësisht nuk ndëgju që edhe për e qakun ka dikush që s'ka një. Jo, as mediat. Botërisht po që ka të nga që s'ka një. Është fjolla as mediat. Se kanë paraqitë si masakër. Është problemi, nuk ka në pyetje mediat, se mediat e krynë punën e vetë. Po nuk mund me kuptu as opinioni ditën e përkujtimit masakrës. Kur mohet në intervist, ato intervista me gjatë e mundshme a 3 minuta. Për 3 minuta, për një masakër, kërkosh nuk mund e kupta që ka ndodhur. Mediat, profa tha shumë mirë një debat, edhe me bon një bashkëpunim gjitha mediat, edhe me bon dokumentar, edhe me dokumentu mediat, mënyrën e vetë, gjitha masakrat. Nuk është në pyetje masakra po klikut, me dalë media çdo ditë, ose çdo javë, ose çdo muaj. Se nuk ka vlerë nëse del veç masakra po klikut. Unë nuk jam i kënaqur. Kur e di se në Likoshan ka ndodhur një tmerr. Në Zbic ka ndodhur një tmerr. Çikatu në meje gjithka. Masakra Vërbovës që tonë njëra ndër masakrat më të mëdha me numër. Asnjëherë nuk flitet. Këtë është problemi. Problemi është mu përfshit gjitha masakrat, po edhe një njerin këtë vro. Ajo vron nga i njëjti armik, edhe o vro vetë pse ka qenë shqiptar. Për çka që kjo, mos me thonë atë mënyrën ma të vrasht, mos me bon familjarin, mu shgjenjy, mu një keq, pse po lijet anash. Duhet me insistu, ka njerë si jenë dëshpru, se kanë full, sët dëshmitaren për po flek. Lëmnije më qëllë. Nësë një mënyrë nuk mund me shtim edhe intervist.
Se ka unë 25 vjetë dhe s'ka ndodhë kur gjë. Elhame më shollë. Elhame më qullën, nuk mund me shti se është e shgënyme. Ato me shtin, me morë intervista asoj. Une e një shumë mire kam gru djallit Tagjës. Një shpike në jetu, 2 muj dit nuk e njeh mu ato se s'është aja si u kom. Se aja ka më kry një periud ku i sheh njerëz të coptu. Pe bumba, pe plumba. Si u dolë për qasoj dhume. Po, ata do të mi kursy. Njerëz si ka përjetu shumë, ata do të mi kursy. Mirë po familjarët edhe media do të me konë, ma insistu se edhe mi shti me full. Heshtë, unë veç, kur të një për vrasje, mu shpirti më shkatërruhet. Kur të një për një vrasje. Po 2 sene kësha pas që mi vra vetë me dur tem. Hishtjen edhe harresen. Harresa jun, po në vret neve. Po edhe hishtja jun, pra po në vret neve. Edhe po në vret ata njerëz, si falë gjoko tyne, së në në të bu edhe po flasëm Shqip. Përshëndetje gjithve, e sotit e në sretit e Fadil Muqollit e gjithve, këtu, që përbojnë këtë punën e luftës, masakrave gjithë. Po të ashtu njën hingit farë në gjarje, të nësishme janë të distrizu e saqales, e nësët planës masakrat e luftës, të gjitha. Jemi ngarkun, jemi shtresun, por përgroje s'kim asnjëherë. Shpresojmë që dhe të në përgrojnë tash shteti ma shumë, se janë vlekshme, kasetat pa dëmtohen. E soti e den, në shreti e den, kasetat shiriti pa dëmtohet shumë. Kem shumë masakrat luftës, kem shumë gjarët luftës, po shpresojmë mi distilizu sa ma shpejt, dhe pas në përgrojnë nga shteti, shpresojmë. E mi përfundu, e mi eksplozu dikon, e mi rujt, ta njetë, e mi pa fëmija tonë, nipat e mesat, që ka ndodhë në Kosovë.